Kjo është receta që zhduk rrudhat në kohë rekord, ja si ta përgatisni. Me kalimin e viteve, lëkura humbet shkëlqimin e saj. Kirurgjia plastike ndihmon për të hequr rrudhat, shenjat të tjera të plagjes nga fytyra dhe qafa. Por ne do t'ju sugjerojmë një maskë e cila ju ndihmon në heqjen e rrudhave, pa pasur nevojë të përdorni rrugët ekstreme. Kastraveci përmban më shumë se 95% ujë dhe hidraton lëkurën, por të përzira bashk, kastraveci dhe mjalti janë trajtimi më i mirë për të reduktuar rrudhat në fytyrën tuaj. Ajo që ju nevojitet është një kastravec dhe një lugë mjalt. Lyeni fytyrën me mjalt, kryesisht në vendet ku ju keni rrudha. Kastravecin e qëruar dhe të prerë në feta mund ta vendosni mbi mjaltin. Lëreni të veprojë për 10 minuta dhe më pas e shpëlani fytyrën dhe rezultati do ju befasojë.